Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi datën 28 maj dhe Kishëria Ortodokse na afron lexojmë nga Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 16, vargu 22 deri në vargun 33. Le ta lexojmë këtë pjesë, ta komentojmë sipas etrëve. Kështu dhe ju tani jeni në dhëmbje, por unë do t'ju shoh përsëri dhe zemra juaj do të gëzohet dhe askush nuk do t'ju heqë gëzimin tuaj. Atë ditë, ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë po ju them se çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ju jap. Deri tani ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni që gëzimi juaj të jetë i plot. Ju kam thënë këto gjëra në shëmbulltyra, por po vjen ora ku nuk do t'ju flas më me shëmbulltyra, por do të flas haptas për Atin. Në atë ditë ju do të kërkoni në emrin tim. Nuk po them se unë do t'i lutem Atit për ju. Ai vetë në fakt ju do, sepse ju më deshët mua dhe keni besuar se unë dola nga Perëndia. Unë dole nga Ati dhe erdha në botë përsëri, po e lë botën dhe kthehem tek Ati. Dishepujt e tij i thanë: "Ja tani po flet haptas dhe s'po përdor asnjë shëmbulltyr. Tani ne njohim se ti di gjithçka dhe s'ke nevojë që çdo kush të pyes. Prandaj ne besojmë se ke dalë nga Perëndia." Jesu ju përgjigj atyre: "A besoni tani? Ja po vjen ora, madje tashmë ka ardhur, cilin do të shpërndaheni, secili për punën e vet. Dhe do të më lini vetëm, por nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua. Ju kam thënë këto gjëra që të merrni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, po merrni zemër, unë e munda botën." Kjo pra është fjala e Krishtit nga pjesa e Ungjillit sipas Johanit, kapitulli 16, vargu 22 deri në vargun 33. Etrit e kishës e njohin këtë pjesë si një kalim nga frika njerëzore në gëzim në Zotin, nga udhtimi dhe pasiguria në njohje në Krishtin e ngjallur, nga dobësia njerëzore në fitoren e Krishtit të kryqëzuar, por dhe të ngjallur. Por le të marrim varg për varg dhe ta komentojmë sipas etrëve të kishës. Vargu 22 thotë: "Kështu dhe ju tani jeni në dhëmbje, por unë do t'ju shoh përsëri dhe zemra juaj do të gëzohet dhe askush nuk do t'ju heqë gëzimin." Sipas etrëve të kishës, Shën Johan Gojardi thotë se Jesuit po flet në këto vargje për trishtimin e dishepujve para kryqëzimit, por dhe për gëzimin pas ringjalljes së tij. Dhimbja nuk është fundi i një besimtari. Ajo është si dhimbja e lindjes që sjell në jetë një fëmijë dhe kështu nëna haron dhimbjen e lindjes. Kështu dhe apostujt, mbasi do shikonin Krishtin e ngjallur, do të haronin ato 3 ditë hidhërimi, dhimbje, lotësh dhe agjërimi që mbajtën. Shën Agustini shton se gëzimi i vërtet nuk vjen nga bota, por nga prania e Krishtit, Krishtit të ringjallur, dhe këtë askush nuk mund t'ia marrë një besimtar. Edhe sot, në këto kohë moderne, mund të themi, kemi shumë ankth, pasiguri, depresion, humbje. Dhe kjo ndikon dhe te krishterët. Por Krishti nuk premton mungesë dhimbje te krishterët, por një gëzim që i mbijeton përtej asaj. Kur një besimtar në Krishtin kalon sprova, ky nuk është i braktisur nga Zoti, por Zoti është bashkë me të, madje kur të kalojë sprovën, ai do gëzohet sepse do shikojë Zoti e ngjallur përpara tij. Por le të flasim dhe për vargun 23. Atë ditë ju nuk do të bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë po them se çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ju jap. Në këtë varg, sipas etrëve, shpjegohet se në emrin tim, thot Krishti, dhe kjo nuk është një formulë magjike që çdo gjë që kërkojmë Perëndis në emër të Jesu Krishtit do të realizohet, por do thotë të kërkosh në bashkim me vullnetin dhe frymën e Krishtit. Pra, atë çfarë do kërkonte Krishti nga Ati në rrethana ndryshme, siç ne shikojmë dhe lexojmë në Ungjil, këtë duhet kërkojë edhe një besimtar në Krishtin. Lutja e të krishterëve bëhet e fuqishme kur zemra përputhet me të mirën hyjnore. Pra, kur ne kemi të njëjtën vullnet me Perëndin, atë çfarë i kërkojmë Zotit Perëndis në emër të Jesu Krishtit, Perëndia na jep për lavdinë e tij dhe për të mirën tonë. Shpesh lutja sot shikohet sot si një mënyrë për të marrë atë që duam. Në një farë mënyrë i ngjajmë atyre fëmijëve të kanjos që kërkojnë nga prindit gjëra që nuk janë të mira për ta. Por Jesu i na mëson, lutja është një marrëdhënie me Atin, është komunikim, nuk është vetëm kërkesë, nuk është më jep çdo gjë që dëshiroj, por më jep atë që të bëj vullnetin tënd, sepse vullneti i Perëndis është gjëja më e mirë e mundshme që mund të marrë njeriu në këtë jetë dhe mbi të gjitha Perëndia ka premtuar dhe përsosmërinë në jetën e përjetshme. Por vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 24 ku na thuhet: "Deri tani ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do ta merrni që gëzimi juaj të jetë i plot." Sipas Shënqërisë të Aleksandrisë, Zoti Krishti fton dishepujt në besim të guximshëm.
Pra t'i kërkojmë Perëndis në emër të Jesu Krishtit, sepse deri në atë moment ata ja lutur Perëndis drejt për drejt, ashtu siç luteshin dhe judejt, por ata tani duhet të luten në emër të Jesu Krishtit. Se kjo është shumë e rëndësishme. Ati Perëndi njeh edhe pranon vetëm lutjen e birit të tij si biri njeriut, si kryeprift i madh, por kur neve kërkojmë në emër të Jesu Krishtit, ne bashkohemi me meritat e Jesu Krishtit, kështu që Ati Perëndi na dëgjon dhe plotëson lutjet tona. Shumë sot kërkojnë sukses, famë ose siguri ekonomike dhe përsëri ndihen bosh, sepse ata e kanë zemrën e tyre bosh pa Krishtin. Krishti flet për një plotësi të brendshme që nuk varet nga rrethanat. Pra flet për atë gëzim të plot që është nga hiri i Perëndis dhe jo një gëzim siç e bota, një gëzim si një shkëndi, si një zjarr që ndizet edhe shuhet. Por le të flasim për vargun 25, ku na thuhet: ju a ka thënë këto gjëra në shëmbulltyra, por po vjen ora ku nuk duhet flas më me shëmbulltyra, por duhet flas haptas për Atin. Në këtë varg, sipas hetrëve, lidhet me ardhjen e Shpirtit Shenjtë, që do ndodhi pas ringjalljes së Krishtit dhe 50 ditë pra pas ringjalljes së Krishtit, ditën e Pentikostis. Atëherë dishepujt do të kuptonin qartë misteret hyjnore, ato çfarë Krishti i kishte mësuar dhe ata e kishin të pamundur nga racionaliteti i tyre, do t'i kuptonin nga hiri i Shpirtit Shenjtë, i cili erdhi mbi apostujt dishepujt si gjuhë zjarr dhe vazhdon të jetë në kish. Pa ndriçimin e Zotit, pra me hirin e Shpirtit Shenjtë, njeriu edhe sado inteligjent të jetë mbetet i udhëtuar në kuptimin e jetës, në misterin e jetës, si të zanafillës saj, por të përfundimin e saj dhe përjetësisë së saj. Drita shpirtërore nuk vjen vetëm nga informacioni, por nga transformimi i zemrës. Prandaj thuhet dhe të lumurimit: lum zemër pasi sa ata të shikojnë Perëndin. Pra, besimi nuk është thjesht një filozofi, një merit i inteligjencës sonë, por është një zbulesë hyjnore dhe neve duhet jo vetëm ta pranojmë, por ta jetojmë besimin. Aty kuptojmë misteret e jetës Perëndis, por të vetë jetës sonë dhe të botës. Por le të vazhdojmë, lexojmë dhe për vargjet më poshtë, vargu 26 dhe vargu 27, ku na thuhet: në atë ditë ju do të kërkoni në emrin tim, dhe nuk po e them se do t'i lutem Atit për ju. Ai vetë në fakt ju do, sepse ju më deshët mua dhe keni besuar se unë dola nga Perëndia. Sipas hetrëve, mbështetemi te fjalët Ati vetë ju do, dhe Shën Athanasi thekson se Jesu i zbulon afërsinë e besimtarit me Atin. Perëndia nuk është një tiran i largët, ose një krijues indiferent. Ai është një Perëndi që në krishtërim sipas fjalëve të Krishtit quhet At. Ai që i do njerëzit, sepse njerëzit janë krijuar sipas ikonës Perëndis ose sipas ikonës së fjalës. Aq më tepër ata njerëz që bashkohen me Krishtin, ata bëhen krishtër dhe sipas Shpirtit Shenjtë ata luten Ati ynë. Shumë njerëz e shohin Zotin sot si një gjykatës të ftohtë, thjesht një ligjvënës dhe kërkues të ligjit të tij dhe ndëshkues. Por Krishti tregon një Perëndi që kërkon marrëdhënie dashurie, siç thotë Shën Johani, Perëndia është dashuri. Prandaj besimtari nuk ndërtohet mbi një terror, por mbi një dashuri. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne që predikojmë fjalën e Krishtit. Ne duhet t'japim një Perëndi të dashur, por jo vetëm të dashur, por dhe Perëndi të drejtë. Dashuria dhe drejtësia janë bashkë tek Perëndia, sepse një dashuri pa drejtësi është një abuzim dhe një drejtësi pa dashuri është një dhunë ose terror. Por ne flasim për vargun 28, ku na thuhet: unë dola nga Ati dhe erdha në botë, përsëri po e lë botën dhe kthehen tek Ati. Pra, në këtë varg shumë hetër kërkojnë të interpretojnë për të mbrojtur hyjnin e Krishtit. Ai nuk është thjesht një profet. Ai vjen nga Ati, pra është nga përjetësia nga Ati, i lindur prej Atit përpara gjithë jetëve, hyri në kohë dhe në hapësirë duke bërë njëri për Shpirtin e Shenjtë dhe Virgjinës Mari dhe kthehet përsëri tek Ati mbas ringjalljes së tij, dhe që ne e kremtojmë ditën e analipsit, duke marrë me vete dhe natyrën njerëzore. Në kulturën moderne, Jesu i shpesh shikohet sot si një mësues moralist, por në disa fe jo krishtere shikohet edhe si një profet. Por të gjitha këto nuk janë të vërteta. Janë, si them, në kufit e blasfemisë, sepse ai është biri dhe fjala e Perëndis bërë bir njeriu. Ai që nuk e pranon Isuin për Krisht, pra për birën dhe fjalën e Perëndis, ka frymën e antikrishtit, dhe kush nuk ka bir nuk ka as dhe Atin. Por këtu ai po flet si biri hyjnor, pra
që hyri në historinë njerëzore për shpëtimin e saj. Pra, erdhi dhe ai do të shkojë përsëri për të ardhur prap në fundin e kohëve për të bërë gjykimin e të gjallëve dhe të vdekurve. Flasim për vargjet më poshtë, vargu 29 dhe vargu 30, discepujt e tij i thanë: "Ja tani, ti po flet haptas dhe s'po përdor asnjë shembull tyr. Tani ne njohim se ti di gjithçka dhe s'ke nevojë që çdo kush të të pyes, prandaj ne besojmë se ke dalë nga Perëndia." Në këto vargje, pra 29 dhe 30, sipas hetrëve, discepujt ende nuk e kishin besimin e plot. Pra, ata shikojnë se edhe pse discepujt qëndruan për një kohë të gjatë, gati parafërsisht 3 vjeçare me Krishtin, dhe kishin parë dhe kishin dëgjuar shumë gjëra që askush nuk ishte bërë përsëri, ata kishin dyshim. Shikoni, misteri i personit Jezu Krisht një misteri jashtëzakonshëm, se si ai është Perëndi dhe njeri njëkohësisht. Edhe ne po të ishim bashkë me apostull do kishim dyshime se si një person që shfaqet para nesh si njeri, ai të jetë Perëndia, krijuesi të gjithë të dukurave dhe të padull, dhe ai mban gjithçka me fjalën e tij. Por ata flasin me entuziazëm, sepse e donin Krishtin, por shpejt ata do t'ikin nga Afrika. Kjo tregon ndryshimin e natyrës njerëzore. Natyra njerëzore është një natyrë që ndryshon, nuk është statike. Prandaj ka nevojë për një bosht, ka nevojë për Perëndin. Edhe sot shohim se ka disa njerëz besim, por sprova tregojnë se ai është i brisht. Pra, besimi provohet në vuajtje, jo vetëm në momente emocionale. Prandaj duhet kemi kujdes kur themi besojmë, dhe patjetër që është mirë të themi që ne besojmë, por besimi duhet të kalojë në disa prova. Pse lejon Zoti këto prova? Jo se ai do të namasi amplitudën e besimit, sepse ai e di se sa besojmë ne, nuk ka nevojë të namasi, por që na bindi ne se sa ne besojmë, që mos gënjejmë veten, sepse kur jemi në kohë të mira, gjithë themi besojmë, por në kohë fortune tregohet sa ne besojmë. Besojmë në Krishtin, qëndrojmë në Krishtin, apo shmangemi, ikim, apo ankohemi. Siç ndodhi dhe me apostujt. Lexojmë dhe vargun 31, ku na thuhet: Jesu i përgjigj atyre: "A besoni tani?" Pra, në këtë varg Jesu i bën një pyetje retorike: "A besoni tani?" Sepse apostujt treguan një lloj vetpëlqimi. Ata thanë që ne besojmë, nuk kemi më nevojë të dole nga Perëndia e tjera tjera. Po Jesui, me anë të kësaj pyetje, zbulon se besimi i tyre ishte ende i papjekur. Ata kishin nevojë akoma të sprovoheshin në besim dhe të kalonin sprovën më të madhe kur ta shihnin Krishtin në kryq. Sot ka dallim midis njohjes intelektuale të besimit ose të fesë dhe besimit që qëndron në kriza. Kulturat moderne një shpesh një Zot që, si them, duhet të jetë gjithmonë pranë nesh dhe asnjëherë nuk duhet na krijojë vështirësi. Por kjo nuk është imazhi një Zoti të vërtet. Zoti është dashuri, por Zoti kërkon që njeriu ta besojë Perëndin jo vetëm në ditë mira dhe në ditë këqija, se aty duket edhe besimi, dhe kur vijnë këto ditë këqija shpesh tregojmë se ne nuk besojmë ose besojmë pak. Por le të flasim edhe për vargun më poshtë, vargun 32, ku na thuhet: "Ja po vjen ora, madje tashmë ka ardhur në cilën ju do të shpërndani, secili për punën e vet dhe do të më lini vetëm, por nuk jam vetëm, se Ati është me mua." Në këto vargje, sipas hetrëve, discepujt, ashtu siç edhe Krishti profetizoi, do të largoheshin nga Krishti kur ai të arrestohej dhe të gjykojë dhe të kryqëzohej. I vetmi që qëndroi pranë Krishtit në këmbët e kryqit ishte Shën Johani, apostulli angjëllor. Të gjithë të tjerët u larguan, sepse ai është dhe simboli i dashurisë. Dashuria kur nuk tradhton. Por pavarësisht se Krishti dukej një njeri, si them, i kapitulluar, pra i arrestuar, i gjykuar, i kryqëzuar, i turpëruar, prapa ai nuk ishte vetëm. Ati dhe biri ishin bashkë me njëri tjetrin. Shën Grigori i Madh thotë se kjo tregon dobësi njerëzore dhe besnikëni hynore. Pra, pavarësisht se discepujt e mohuan Krishtin, e braktisën Krishtin, njëri e tradhtoi, tjetri e mohoi, por dhe gjithë të tjerët u ikën nga frika, Perëndia në Krishtin nuk i braktisi apostujt. Njerëzit largohen nga miq në kohë të vështira. Vetmia është plagë e madhe në kohën sot moderne, pra është një, si them, plagë e shoqërisë moderne ku njerëzit janë të vetëm, prindit larg fëmijëve, fëmijët larg njëri tjetrit, por dhe brenda shoqërisë.
Por Krishti tregon se bashkimi me Atin nuk thyet as në errësirën më të madhe. Pra, ne nuk jemi vetëm. Ne të krishterët jemi bashkë me Perëndin. Dhe nëse ne e pranojmë këtë se jemi Perëndin, kjo duhet na mjaftojë dhe nuk duhet të ankohemi se jemi vetëm. Kur Zoti është me mua, gjithçka është në favorin tim. Dhe vargu i fundit për sot, vargu 33 na thot: Ju kam thënë këto gjëra që të keni paqen e mua. Në botë do të keni mundime, por merrni zemër. Unë e munda botën. Pra, ky është kulmi i kësaj pjese. Pra, merrni zemër, unë e munda botën. Shën Maksim Rufysi thot se bota këtu do të thot jo globi, por do të thot sistemi i mëkatit, i frikës dhe i vdekjes që sundon në botë. Krishti e mundi atë përmes kryqit, vdekjes vullnetare dhe ringjalljes së lavdëruar. Sot ky varg është jashtëzakonisht aktual. Sot në botë kemi luftra, pasiguri ekonomike, kriza familjare, varësi, zbrazje shpirtërore, presion psikologjik. Pra, Jesui nuk premton tek besimtarët e tij të krishterë, pra që janë në gjithë botën, janë si kripa në botë, që ata t'i aratis nga bota, t'i largojnë nga kjo botë e mëkatit me gjithë këto pasoja, por ai thot fitore mbi dëshpërimin. Paqja e krishterë nuk është mungesë e problemit, është prania e Krishtit në mes të problemit. Zoti nuk na premton që të na largojë dallgët e papritur në jetën tonë, por na jep fuqi të kalojmë mbi dallg. Prandaj, sipas Etërve, kjo pjesë na jep këto mesazhe dhe kemi si një përmbledhje. E para, dhimbja, njeriu përballet me frikën dhe humbjen, por kemi besimin, njeriu mëson të mbështetet te Krishti përballë këtyre sfidave, dhe fitoria përfundimtare, Krishti triumfon mbi botën dhe vdekjen. Kështu dhe besimtari bashkuar me Krishtin, me besimin dhe misteret e kishës, ai patjetër një ditë do triumfojnë në këtë botë të pasigurt. Kështu që të dashur me Krishtin dhe miq, ti mendojmë këto fjalë që na tha Krishti sot për mos pasur frikë, sepse Krishti e mundi botën. Mendoj që këtu ta mbyllim për sot bisedën tonë, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.